Përshëndetje miq. Ky është një projekt i lirë i titulluar Liria e fjalës. Në kohët që ne jetojmë, gjenerata të cilat rriten, edukohen, por gjithashtu mësojnë më shumë për të vërtetat e tyre dhe të vërtetat e shoqërisë. Kur mediat tradicionale dhe ato jo konvencionale ose mediat jo tradicionale nuk i bëjmë pjesë të rinjt, kjo ka avantazhet dhe disavantazhet e saj. Por një shoqëri e cila nuk përfshin gjeneratat është e detyruar të mos amortizoj kostot me të cilat ajo përballet. Të rinjt, forca kryesore dhe madhore, e cila mund të shtyjë kombin përpara, ka nevojë për trashëgiminë e brezave, ka nevojë për trashëgiminë e gjeneratave të asaj se çfarë përbën shoqërinë e ditëve të sotme. Por për të kuptuar më mirë se çfarë përbën shoqërinë e ditëve të sotme dhe kush është problemi madhor me të cilët të rinj përballen sot, ajo qëndron në thelb mbi problemin më të madh me të cilët shoqëria shqiptare përballet: demokracia, komunikimi, shpreha në mënyrë jo vetëm korrekte, por edhe të lirisë së fjalës. Një koncept i relativizuar në këto dekada të tranzicionit vështirë shqiptar. Por sot natyrshëm të gjithë kanë një pikë pyetje, e cila lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me apatinë që shpeshherë të rinjt konsiderohen si të tillë. Por në fakt, ne jetojmë në një kohë ku aktivizmi qytetar mund të jetë edhe aktivizëm individual, ku aktivizmi qytetar mund të jetë dhe digital. Pra jetojmë në një kohë ku shumica mund të jetë individuale. Por çfarë është ky projekt i lirë? Çfarë është fjala e lirë? Ky do të jetë rezultati i një prodhimi tërësisht vullnetar të dimensionit 4, i cili u transmetua për rreth 3 sezonesh televizive në radio televizionin publik shqiptar. Sot ne kemi menduar të japim një perspektivë të re të rinjve, një perspektivë jashtë medias tradicionale. Duke falenderuar për rolin dhe kontributin që transmetuesi publik jep sot dhe ka dhënë në të shkuarën, urojmë që rruga më e gjatë për të rinj të fillojë me një hap sërish në një media kombëtare siç është edhe radio televizioni shqiptar. Por deri atëherë ne do të kemi udhëtimin tonë të lirë. Me mua do ta nisim këtë projekt të lirë, të fjalës së lirë me Marin Shpata, nga ana imediat. Marin, përshëndetje, faleminderit. Faleminderit, është kënaqësi të jem pjesë e këtij projekti dhe jam shumë i lumtur që do kemi mundësi të flasim dhe të marrim pjesë në debat konstruktiv për të biseduar edhe mbi eksperiencat tona, por edhe shqetësimet që kemi në shoqëri. Në fakt, ky projekt i lirë, i fjalës së lirë, është pikërisht një projekt i cili vjen në mënyrë vullnetare nga të gjithë ata të cilët e kanë krijuar një gjeneratë Z. Kanë qenë pikërisht të rinj që kanë marrë pjesë në dimensioni 4. Gjithashtu me mua është Kreshniku, Kreshnik Kadiu, një ndër zërat dhe protagonistët paktën në 2 vitet e fundit të gjeneratës Z, i cili ka dhënë kontributin e tij dhe sot është student jashtë Shqipërisë, po ashtu si Marini. Kreshnik, përshëndetje. Ladi, shumë faleminderit për ftesën edhe absolutisht kjo ftesë i shërben jo vetëm 2 figurave, le të themi, që spikatën në dimensioni 4, por mbi të gjitha mendimit lirë dhe kritik që ne arritëm dhe munduam që të shprehim në gjatë atyre transmetimeve. Dhe unë mendoj dhe shpresoj që edhe një herë tjetër të rikthehemi dhe pse jo, me këtë projekt të inspirojmë edhe shumë të rinj të tjerë që të jenë pjesë e mendimit kritik edhe të jenë pjesë e një gjenerate e cila duhet shprehë mendimin e saj të lirë. Kolonat e një shtëpie përbëhen pikërisht nga principet. Principet janë themelet morale me të cilat ndërtohet një grup. Dhe pikërisht të nderuar të rinj që na ndiqni, është shumë e rëndësishme fryma. Dhe ne kemi gjetur një frymë me cilën mund të konsultohemi dhe të kemi mundësi një dritare për të biseduar së bashku me ju.
Marin Shpada, nderuar, ka përfunduar studimet e mesme në Torgut Ozal High School me rezultate të larta. Marini tani vijon rrugtimin e tij akademik në King's College në Londër, në fushën e shkencave kompjuterike në menaxhim. Kënaqësi shumë e veçantë do të pyes edhe për këtë aspekt. Në këtë mjedis dhe nivel akademik të lartë, duhet të thënë, ai zgjeron njohuritë e tij në teknologji dhe biznes, ndërkohë që angazhohet aktivisht në jetën sociale të qytetit të Londrës, që do të pyes edhe për këtë pjesë. Do ta lidhi me pyetjen. Marini është i vendosur të përdor kapitalin e tij njerëzor dhe aftësitë profesionale për të sjellë ndryshime pozitive. Me një vizion për të kontribuar në përmirësimin e vendit të tij dhe botës, ai synon të aplikojë mësimet dhe përvojat e fituara për të adresuar sfidat e të tashmes dhe të së ardhmes në një kontekst lokal dhe global. Përtej botës akademike, Marini ka marrë pjesë aktive në misionin televiziv Dimensioni 4, që po e kalojmë për disa sezone radhazi, duke u angazhuar në diskutime dhe duke ofruar perspektiva të tashmes dhe të së ardhmes në një kontekst lokal dhe global. Dimensionin 4 e keni mbrapa, kështu që mund ta shikojmë. Përtej akademisë, Marini pra ka marrë pjesë në këtë emision, ai gjithashtu ka marrë pjesë në mënyrë aktive në forume rinore dhe kanë tentuar të ndikojnë në jetën politike, duke kontribuar në nxitjen e një dialogu konstruktiv. Është pak hyrje gjatë, por si për herë të parë duhen hyrje të gjata. Marini është dëshmi se rinia shqiptare ka potencialin dhe dëshiron jo vetëm për të arritur një sukses personal, por edhe për të kontribuar në mënyrë pozitive në komunitetin e gjerë. Shumë kënaqësi, Marin, të kem në studio. Ke një botë akademike krejtësisht e cila mund të t'japi atribute më të mëdha, por ajo që vlen është fakti që je i lidhur me vendin. Absolutisht, patjetër. E mendoj që është misioni i gjithëve ne, sidomos tani që jemi të rinj, po kujdo shqiptari që na ndjek dhe nuk na ndjek që të kontribuojnë për përmirësimin e vendit tonë. Është e vërtetë që shumë të rinj, përfshirë dhe unë dhe Kreshniku, jemi tani më në diasporë dhe qoftë për studime ose për të zhvilluar karrierat tona, por në të njëjtën kohë duhet gjithmonë të kemi syt, mendjen dhe zemrën në atë dhe për të parë dhe për të përpjekur për të ndryshuar diçka për mirë. Ndërkohë që ju jeni angazhuar edhe në jetën aktive dhe sociale të qytetit të Londrës, çfarë nuk kupton kjo? Po e zbërthejmë pak dhe pastaj do kalojmë tek tematika. Mendoj që është e rëndësishme sepse Londra është një komunitet shumë vibrant, është një qytet shumë i madh, 9 milion gjatë natës dhe 13 milion gjatë ditës. Ndryshon ka dita me natën. Patjetër, sepse ka shumë njerëz që thua edhe në Tiranë ndryshon kështu. Mendoj se po, mendoj edhe Tirana me zhvillimin jashtë unazës kryesore të Tiranës ka hyrë dhe kjo kultura e commute, siç e quajnë në anglisht, që ti udhton për të shkuar në punë. Dhe prandaj shtohen me 4 milion gjatë ditës në Londër. Është edhe pak sarkastike kur e përdorin britanikët. Ideja është që duke u njohur me kaq shumë karaktere, duke mësuar nga eksperiencat e njerëzve të tjerë, kjo në një farë mënyrë ushqen dhe eksperiencat e mia personale dhe mund të mësosh nga përvojat e tjerëve, të zgjerosh networkun tënd, i cili nuk e di kur se kur mund të jetë i nevojshëm. Dhe patjetër dhe aspekti përtej akademisë, aspekti social për të relaksuar, për të pirë një birë me miqt. I dashur Marin, përveç birrës angleze dhe pubit klasik anglez, ku politika mendohet se ka lindur ose në kafe ose në pub, dhe këtu jam i dystuar për shkak të se çfarë konsiderohet politik në Angli, pasi bazat e politikës kanë lindur pikërisht, edhe fjala politik ka lindur pikërisht dhe është marrë për shembull kafenet kafenet e Londrës për politik. Nëse jam i sakt në koncept. Nuk do doja të jepja kvotime të gabuara historike, po jam shumë i sigurt që mjafton një tavolinë e një lokali thjesht ose një pubi me 2 miq, me 3 miq, 4 miq për të bërë politikë. Politika në fund ditës nuk ka nevojë për pjesëmarrje publike ose për një medium aktiv, ka nevojë për ndarje mendimesh, qoftë në dakorsi ose jo, dhe diskutim. Ju thoni që jeni të vendosur të përdorni kapitalin njerëzor dhe aftësinë profesionale për të sjellë ndryshime pozitive. Shpeshherë të rinj në Shqipëri mendojnë se kapitali njerëzor personal dhe aftësia e tyre duhet të përfshihet si pjesë e interesave vetjake. Ky është një koncept që përgjithsisht vjen nga gjeneratat që janë më të larta dhe prandaj mendojnë që nuk duhet ta ndihmojmë brezinë e ri.
është edhe pak çështje personale do thoja, sepse jo gjithkush dhe jo gjithkujt mund ta detyrosh një lloj forme të përdori kapitalin e tij të saj ose të tyre kulturor, intelektual apo njerëzor, por mendoj, sidomos ne që kemi mundësi të zhvillojmë rrethin ton shoqëror dhe kulturor me njerëz që mund të ndihmojnë ne dhe përpjekjet tona, qoftë ato akademike, profesionale apo në spektrin politik, duhet i shfrytëzojmë gjithmonë në një të mirë personale dhe të përbashkët. Ishte një hyrje gjatë dashumarin. Shpresoj mos të kem mërzitur gjusin. Jo, absolutisht. Do shkoj me Kreshnikun. Kreshnik Kadiu ka përmbyllur studimet e para universitare në gjimnazin Petronini Luarasi, që gjithmonë e thot me shumë fanatizëm që Petronincat janë on the top, apo? Dhe do ta them gjithmonë. Dakord, kjo ka qenë njoja ime parë me ty, dhe prej 2 vitesh vijon studimet e larta në Universitetin degli Studi di Milano në Itali në fushën e shkencave juridike. Thua të njëjtën gjë si Petronini dhe për Universitat degli Studi Milano në Itali? Jo. Okej. Ja një arsye pse Petronini Luarasi qëndron sërish on the top. Marin, nuk e di nëse ke diçka për Torgutin, po... Jo, eksperiencia ime ka qenë pozitive. Okej. Në këto 2 vite kryefjale ti përbos qëllimit për të qenë një jurist i mirë dhe në të ardhmen, është edhe aktivizmi. E prekëm edhe në fillim të këtij edicioni, pra të nisjes ti episodi. Pjesëmarrës dhe ideatori disa aktiviteteve të ndryshme në Shqipëri, ish antar i disa forumeve, ai kërkon të jap shembullin se çdo kush duhet t'i vendos njohurit dhe aftësitë e tij në shërbim të një shoqërie më të mirë dhe funksionale. Gjithashtu, në pjesë të tezave dhe të mendimeve të tij, kritik, ai që po na shikon thot kritik dhe me vath, ose me vëth. Patjetër. Ka problemin që vati nuk shpresoj të Jo, shikohet vazhdon të jetë shenjë huaj në Shqipëri në viteve 2024. Këtë kam patur frikë se do ishte një shfaqje huaj, po shpresoj që jo, shpresoj që vati të mos merr si mesazh i keq. Okej. Pastaj Jo si malok jo. Po, diçka e tillë. Ne po përpiqemi të afrohemi me Perëndimin, Ladi, kështu që këto gjëra nuk do të kompleksojnë më duhet të jenë kaluara. njerëzit. Okej, dakord. Gjithashtu, një prej tezave të tipit të mendimit kritik, Kreshniku e ka pasuruar në emisionin televiziv Dimensioni 4, cili ka bashkëdrejtuar edhe për një sezon. Një zë pak rebel që nuk kërkon të humbas maturinë e tij, çfarë do të thonë? Që do të thotë që shpeshherë duhet jemi edhe të kujdesshëm me mënyrën se si ne shprehim mendimet tona. Në fakt ka shumë të bëjë mënyra për shkak se një zë kritik, një zë rebel, një zë i cili është një ton i shtuar, një ton pak më i lartë, absolutisht mund të humbasi dhe zërin e arsyes për të shprehur opinionet e veta, kështu që është parimi imi që të them atë çfarë unë mendoj, por edhe ndonjëherë me tone pak më të lartë se sa zakonisht, por gjithashtu është shumë e rëndësishme për të mbajtur zërin e arsyes edhe të vijës logjike, për të qenë një mendim sa më origjinal, le të themi, edhe të jetë një mendim i cili duhet të zë vendin e tij. Mirë, kështu kemi hyrë në pjesën më interesante, pas të prezantimit të gjatë, edhe pak shtërues, edhe uroj që mos jeni lodhur me këtë prezantim pak shtërues. Flasim për demokracinë, që është një element krejtësisht i rëndësishëm në ditët e sotme. Në fakt, shumë të rinj, përgjatë pjekurisë të tyre, shpeshherë marrin pjesë aktive, disa në nivel politik, kjo duke ardhur nga pjesë e sistemit familjar, disa të tjerë marrin pjesë në mënyrë aktive në kauza dhe çështje sociale, por një ndër themelet kyçe me të cilat ne duhet flasim kur flasim për demokracinë është se sot komunikohet më pak dhe flitet më shumë. Le të diskutojmë pra lirinë e fjalës. Shpeshherë liria e fjalës i ndihmon njerëzit të kuptojnë qartë dhe të përqendrohen tek qëllimet e tyre, por shpeshherë ajo tenton të krijojë kaos. Kaos të mendjes. E në fakt, sot duhet të thënë që të rinjtë e ditëve të sotme kanë të fituar lirinë e fjalës, por jo lirinë e shprehjes, ose vice versa. Mendon kështu i dashur Marin? Po ka shumë arsye që mund na drejtojnë qoftë Diskutimi është i në një hapur. kaos e në një ka tjetër. Çfarë ka ndodhur dhe çfarë është më pozitive krahasuar mbase me disa dekada më parë është demokratizimi që i ka ardhur fjalës edhe nëpërmjet përdorimit të internetit.
Pra njerëz që më parë mbase nuk do kishin mundësi për ta shfaqur zërin e tyre publikisht, tani kanë një dritare publike që është e aksesueshme falas nga të gjithë, ndërkohë që më parë privilegjin e shprehjes publike kishte dikush që shkruante në kolonat e një gazete ose kishte akses në televizion publik apo privat. Po në rastin ton publik, edhe sa i lirë ishte ai televizion publik vitet e komunizmit, unë s'dua të spekuloj shumë. Nëse çfarë ka Po ndodhur ta gjithashtu? marrësh në pjesën e aseteve, ka qenë shumë i rëndësishëm për ato. Absolutisht. Duke parë që nga ndërtesa, por duke qenë se unë kam punoj për së brendshme, kam parë që ka aq shumë shirita dhe aq shumë trashëgimi të asaj kohe, Absolutisht. e cila tregon edhe një herë se propaganda ka qenë arsyeja kryesore ku mbaheshin parimet ose principet e asaj forme qeverisjeje. Por a ishin të lirë njerëzit të diskutonin, këta hajde Eksakte, nuk doja të bëhesha shumë cinik se ata që nuk kanë qenë të lirë të diskutonin atëherë janë ata që sot diskutojnë në mënyrë më të lirë. Është një argument që qëndron tejmase. Ajo që doja të thoja unë për të shmangur cinizmin, nuk doja të bëhem cinik i tepruar që në episodin e parë. Mos u bëj. Por çfarë ka ndodhur edhe me zhvillimin e internetit edhe në epokën digjitale të cilën jetojmë tani dhe me zhvillimin e inteligjencës artificiale etj, është që janë krijuar dhe këto dhomat e Jehonës, echo chambers. Pra, ndonse këta njerëz që më parë nuk ishin një zë publik, tani mund ta flasin zërin e tyre, në shumicën e kohës zgjedhin ta flasin me njerëz që mendojnë njësoj si ta dhe apo shfaqin mendim kritik apo jemi thjesht duke çuar ujë në burimin tonë. Jo, kjo është të qenurit të paturit frikë për të debatuar edhe gjithashtu një nga mësimet që kam marrë për shkak të aktivizimit tim në disa forume apo edhe në dimensioni 4 ka qenë debati, shkolla e debatit, e cila fatkeqësisht me të paturin frikë për debatuar, ne jemi shumë konformistë dhe konformizmi fatkeqësisht na ka bërë që të japim të drejtë vetëm mendimit tonë edhe ose kornizave në të cilat mbahet ai mendim. Fatkeqësisht unë mendoj që edhe kjo liri e të shprehurit, paçka se është një Ti mendon se ke qenë më i dobishëm apo je më i dobishëm? Unë mendoj se kam qenë më i dobishëm. Në lirinë e fjalës, flas gjithmonë. Në lirinë e fjalës. Ke qenë më i dobishëm. Më i dobishëm për shkak sepse kam qenë më aktiv. Po kjo është diçka personale. Mos kjo për shkak se ke qenë pak më gjithmonë për kjo është media e lirë tani. Mos ke qenë më pak budalla për të folur, le të themi? Nuk po e bullizoj, thjesht po e edhe unë këtë çështën e bullizimit e kam shumë. Qartë. Kam qenë më pak budalla. Jo, mendoj që kam qenë më shumë budalla. Mos je media publike. Unë mendoj që kam qenë më shumë budalla dhe kam guxuar më shumë për të folur. Mendoj ka patur një nivel naiviteti edhe pastaj vjen edhe me moshën. Edhe vjen edhe me moshën, edhe me ndryshimin. Kur kthen kokën 4-5 vite mbrapa, shumë gjëra që dukeshin normale, duket sikur po bëjnë ndryshime të mëdha janë disi qesharake. Po në të njëjtën kohë ato janë dhe eksperienca shumë të vyera për këto që merr pjesë në publik. Problemi qëndron që sapo e the për Unë për çuar shembull mendoja që kam qenë shumë budalla që i kam dalë drejtuesve të shkollës këtu në vitin 2000 ca. Përpara se mileniumi i ri të vinte. Patjetër. Ose për shembull kam qenë shumë budalla që kam numëruar votat për shembull. Patjetër, por në rast se sepse një miku im bullgar më thoshte sot e kësaj dite që e rëndësishme është kush i numëron. Pra jo ti që i numëron për herë të parë, po ai që i numëron për herë të dytë. Unë mendoj që në rast se të folurit edhe të paturit një opinion apo prebulohesh kundrejt diçkaje, duhet të them virgjëria e fjalës të ka humbur me Patjetër. Pra, fatkeqësisht kemi qenë më naiv, le të them. Patjetër. Po kjo ka anë të saj pozitive dhe negative. Unë shikoj shumë anën negative të situatës. Edhe do doja shumë të kisha anën negative. Pse mendon se ke qenë më i çiltër? Në fakt, unë mendoj që mund mos ke qenë shumë i çiltër dhe tani e bër më i përmbajtur, më i sofistikuar. Shiko, mbase të eksperiencës që kam marrë jashtë më ka bërë të jem pak më i sofistikuar, të kem pak më shumë edhe ndroja, pse jo? Është do thoya unë është edhe qëllimi i komunikimit. Po flasim për fjalën e lirë. Eksakt, domethënë nëse qëllimi i komunikimit është një qëllim krejtësisht jo praktik, ideal, që i përket diçkaje më të lartë se thjesht individi, patjetër duhet jemi të sinqertë, duhet jemi genuin, duhet të flasim atë që vërtet mendojmë dhe kemi brenda vetes. Po komunikimi shumicën e kohës është edhe diçka funksionale. Qofse je duke bërë fushat politike për shembull. Ti mendon që duhet të ketë komunikim naiv në komunitete që të ketë principe, le të themi? Do të thënë ku qëndrojnë principet dhe kur qëndron, do të thënë është mirë të jesh naiv dhe ngre disa principe
dhe me dashës e pa dashje ti ke ngritur një kauzë, Mendoj që nuk se po ta kalkulojmë çdo fjalë, pra fjala Jo, është e lirë dhe ne absolutisht. kalkulojmë çdo fjalë. po përpiqem jam i të them diçka tjetër. Nuk Okej. përjashtoj njëra tjetrën. Domethënë, Dakor. nuk do të thotë që komunikimi i sinqert është komunikim naiv. Jo, duhet synojmë bile që të jetë Okej. komunikimi i sinqert. Në tërsinë e tij. Por ajo që doja të thoja dhe doja ta lidhja edhe me E lidhje, aktivizmin politik, është komunikim funksional. Momentin që jemi duke bërë komunikim funksional, çdo fjalë duhet të jetë e mirë menduar, e kalkuluar dhe vlen. Dhe kjo është edhe, ne mund ta shikojmë dhe me ngritjen e shumë politikanëve të ndryshëm në Europë dhe në botë. Duke përdorur komunikim populist, kanë arritur që të prekin sentimente të ndryshme tek njerëzit. Në momentin që ti dëshiron të marrësh pushtet politik, duhet dish të përdorësh fjalën, duhet jesh mjeshtri i saj. Po në fakt kur një qeverisje është e tezgjatur, le të themi, dhe nuk bën në mënyrë funksionale detyrat e saja, është krejtësisht normale që pjesa tjetër e shoqërisë dhe të rinjt do prirën drejt populizmit. Në fakt, më lejo të citoj presidentin e Polonisë, i cili në Parlamentin Evropian në një sesion tha që europianët thonë gjithmonë që ka ajo që quhet ndryshme, ato që quhet ndryshe Europe fatigue, që është lodhja drejt integrimit të Bashkimit Evropian, por gjithashtu ka edhe këtë pjesën që ne nuk duhet i dëgjojmë populistët. Por ai tha është mirë që ne, jo vetëm që duhet i dëgjojmë populistët, po me anë të populistëve ne duhet të kuptojmë shqetësimet që ka opinioni publik, sepse aty gjenden shqetësimet reale të popullatës. Pra ne nuk duhet të jemi, le të themi, antagonist me atë që mendojnë, pra që mendojnë popullata. Dhe kur flas popullatën kam parasysh edhe të rinj të cilët shpeshherë vijnë nga backgrounde të ndryshme dhe qoftë edhe ekonomike dhe sociale. Dhe fjala e lirë e tyre vjen keq të them, mua nuk më duket sikur është një gjë e cila mund të fitojë. Mendoni se fjala e lirë fiton ose e vërteta fiton, pavarësisht se dakord, tek Conte Montecristo ai doli nga qelia dhe e vuri në parim fjalën edhe kur mendoj që Zoti nuk ekzistonte, pavarësisht se shkruajti fjalët e Zotit. Beso aty tek në qelitë e Shonde Iz. Problemi qëndron që ne diskutuam po diskutojmë edhe për populizmin edhe dua ta kap pak sepse fatkeqësisht ose fatmirësisht në Itali sot kemi një qeverisje e cila ka ardhur nga teza populiste. Por tezat populiste janë disa teza të cilat janë shumë të thjeshta dhe në gjykim Ata kanë dëgjuar shqetësimin e Absolutisht. opinionit. Kjo nuk është gjë e keqe. Jo, kjo është as pak gjë e keqe. Komunikim anti-establishment ose pro-establishment. Absolutisht. Problemi qëndron që sa është dashur për të marrë këto mendime. Pra këto mendime unë mendoj që këto mendime kanë ardhur thjesht në sipërfaqe, janë marrë dhe janë përdorur më pas si teza politike. Pra nuk është se ka ardhur nga një mendim i thelluar, i kujdesshëm, kritik midis për konsekuencat apo për pasojat, a them shqip, për çfarë do ndodhi pas 5 vitesh. Dhe fakti qëndroi që pas ardhjes në pushtet të disa forcave politike që ishin populiste, që kishin teza më të forta se sa partitë e tjera të qendrës djathtë, ndodhi që këto forca partijake nga për shkak të qeverisjes, nga teza populiste kaluan pastaj në teza më... Shiko se ke statuin e lirisë përpara dhe duhet jesh i vërtet. Po jam shumë i vërtet. Se toka e premtuar është tokë e së vërtetës. Jam shumë i vërtet. Nëse ka tokë të premtuar ende në glob. Jam shumë i premtuar. Po, në atë premis, në qoftë se ka, e ndërtojmë diskutimin me atë premis. Shiko, problemi qëndron këtu që të qeverit përbën në fakt fundamentin e lirisë së pagjetur në atë kohë edhe në Europën e kontinentin e vjetë. Unë mendoj dhe këtë që të qenurit të pasurit pushtet mund të t'japi lirin, por edhe mund t'a kufizoj atë. Çfarë duhet të them me këtë? Që do të thotë që për shkak të pasurit jo një pushtet ekzekutiv, partitë e djata që ishin në opozit parë, pra po marrim Meloni në këtë rast. Më qëndro pak tek fjala e lirë, tek të rëndësia e fjalës lirë. Sipas mendimit tënd, e flasim konkretisht. Ka liri fjale? Të vërtetën. Jo. Nuk ka. Jo, siç unë mendoj se si duhet jetë liria fjalës. Përpara 2 vitesh, mendoje se kishte liri fjale? Jo, prap. Apo tregohesh sinqert? Po tregojmë shumë sinqert duke thënë se shiko, fjala e lirë nuk mund të jetë gjithmonë e lirë.
jo këtë e ke kuptuar, domethënë duhet të shkoj ke vërteta. Nuk mund të jetë, domethënë unë e kuptoj nëse ke një kontekst ligjor, se ti studion dhe juridik. Po, Dhe sidomos Europa ka shumë kazuse të individëve dhe e mbron individin qoftë edhe dinjitetin dhe shumë mirë bën. Është një nga detyrat që ka pushteti gjyqësor. Po ajo që është e shikoj shumë paradoksale këtë që çfarë do të thuash, nuk është gjithmonë fjala e lirë. Nuk është e lirë sepse kemi vënë apo hapim ato perdet e cirkut dhe pretendojmë se jemi duke ushtruar. Çfarë duhet të them me këtë është që njeriu vetë kufizohet për të qenë i lirë 100% në fjalën e tij. Okej, këtu jam dakord. Kjo është ajo që duhet të arsyes. Domethënë ka komunikim funksional, ka edhe komunikim. Përveç se funksionit arsyes i cili mund të ketë qenë dikur, ka edhe disa faktorë të tjerë të cilët shumë njerëz nuk duan ta thonë fjalën e tyre ashtu siç duan, ashtu siç është dhe e pastër ashtu siç duhet të jetë. Nëse populistët, le të marrin populistët si të vërtetat të vërtetuesit e shqetësimeve, le të themi. Kjo përbën krejtësisht një fjalë të lirë, apo jo? Absolutisht, shiko. E përdorur në nuanca më blume se kemi blum këtu që na ndriçon. Kështu që është, domethënë, unë e kuptoj shumë mirë që e vërteta dhe porta e së vërtetës, po të shikojmë edhe një foto të portës së vërtetës në këto momente, ku shikojmë edhe një ndër yjet e filmave të Hollywoodit të asaj kohe, duke vënë dorën në atë që quhet goja e së vërtetës, e vërteta është relative. Pra ne themi që është natë, është errësirë e zezë, po në të vërtetë është thjesht një zezë, apo jo? Nuk është natë, le të themi. Unë do thoya që këtë sidomos në këtë krivaj pak mjegut. Në këtë lente, okay. Njerëzit kuptojnë shumë mirë dhe në veçanti politikanët kuptojnë shumë mirë që ndryshimi i madh i menjëhershëm sjell edhe paqëndrueshmëri. Dhe në këtë sens dhe përdorimi i fjalës, pra edhe partitë që përmendi Kreshniku kanë patur një rritje graduale dhe këtë e shikon dhe me shumë populistë të tjerë në Europë dhe në botë kanë patur rritje graduale, por unë e shikoj si duhet ta heqin të rinjt mjegullin sot për të kuptuar kush është e vërteta. Unë mendoj në raport me fjalën e lirë, shumë e thjeshtë fare. I rash me thënë të drejtën nëse do ishte totalisht të dorën time për të nxitur një lëvizje të tillë të fjalës lirë, do inkurajoja të rinj të flisnin, bisedonin me njëri tjetrin në mënyrë të sinqertë dhe të grumbulloheshin. Mjafton për momentin, çdo gjë duhet filloj diku, domethënë nuk mund të pretendojmë që të marrim ashensorin. Duhet marrë shkallët dhe ndryshimet, edhe një ndryshim kaq i madh, qoftë ajo në skenën publike apo sociale, do sillte një lloj paqëndrueshmërie, mendoj dhe unë. Domethënë status quo-ja është dhe një mjet për të ruajtur një farë qëndrueshmërie. Jo detyrimisht e justifikon, nuk mund bëhemi makiavelistë themi që qëllimi që kemi për qëndrueshmëri justifikon mjetin, pra status quo-n. Por në të njëjtën kohë duhet jemi dhe inteligjent me si e targetojmë, si do e godasim status quo-n.